Në Marec, disa nxënës po detyrohen të ecin rreth 1.5 kilometra çdo mëngjes për të arritur te linja 105 sepse minibusët nuk po hyjnë në lagjen Golmivod. Prindërit thonë se rruga është e pasigurt, sidomos për shkak të qenve endacak dhe motit të keq. Ky shqetësim është rritur edhe më shumë pasi në zona të tjera si në Llajshec, i njëjti minibus futet më afër shtëpive të banorëve. Fol drejt ka kontaktuar me udhëhecin e mobilitetit në komunën e Prishtinës, Luftar Broha, lidhur me rastin e nxënësve të Marecit, të cilët po ecin rreth 1.5 kilometra deri te minibusët e linjës 105. Broha tha se kjo është linjë e trafikut urban dhe nuk mund të hyjë në çdo pjesë të lagjës, pasi nuk është transport i dedikuar për nxënës. Transporti publik urban nuk është transporti nxënësve. I dedikuar për transport nxënësve është transport publik urban që është i dedikuar për qytetarë të kategorive të ndryshme, të gjitha kategorive, dhe jo një kategorie caktuar, as nxënësve. Për detaje tjera dëshmë drejtu drejtorisë komunale të arsimit për me pyet për punën e transportit nxënësve, ku janë problemet dhe cilat janë problemet. Ai shtoi se komuna ka pranuar ankesa dhe aktualisht po i shqyrton mundësitë për të parë nëse ka zgjidhje. Kërkesën të disa qytetarëve të Golmivodës dhe prej bashkisë lokale të Marecit na e kemi pranuar. Ajo kërkesë shqyrtohet. Transporti publik nuk është bicikleta as taksi që mundesh me shti kudo dhe kurdo. Po duhet me bo planifikim dhe duhet me bo aranzhim, ka procedura jashtëzakonisht shumë të gjata që edhe studime që i bëhen, prandaj e merr kohën e vet, edhe në kohën e caktuar mund të japim përgjigje adekuate teknike në lidhje me rastin. Fol drejt ka kontaktuar edhe me një nga prindërit e nxënësve, i cili theksoi se shqetësimi më i madh janë qentë endacak dhe moti i keq që bëjnë rrugën e fëmijëve të pasigurt. Po është rreziki për qene, tash dimit ftohtë. A keni bo kërkesë komunën e Prishtinës në lidhje me në kësaj situate? Po, e kena bo kërkesën, ka të këshyri ma zxedhe, tash këshyri një pira petë dhe një vetë me këshyri, që pa thëmë. Nuk keni marrë ndaj përgjigje definitiva? Jo, s'kemi marrë definitiv. Fol drejt ka kërkuar gjithashtu sqarime nga komuna për distancën që duhet të ekzistojë që të sigurohet transporti për nxënës, por deri tani nuk ka marrë përgjigje në lidhje me këtë çështje.